E kam një djalë 17 vjetash, lumë futboll, jam shumë i obligueshëm ata me ndjek mbrapa ende. Varësisht se si ka ai ushtrimet në futboll, tash është në vitin e fundit sigur këtu me ka su gjimnazin, do thonë jam i obligueshëm me ndjek ata, jo veten. A është i lidhur djali me Kosovën? A shumë, ai e don shumë, ai ka qef me ardh këtu, se i ka edhe një gjeneracion bashkëmoshatar, nëse pa kur vjen këtu e shoh që është i marrshëm, edhe nuk është tripat si thëni ju këtu tripat e këtyne gjeneratës këtu. Më thonë, për shembull, djali vëlla mbram ka dalë, është pak një vjet më i madh, ai nuk dul. Se tha nuk shkoj se ndoshta ata bojnë hajgare ose folin ai gjë që s'm pëlqen, e kësi gjanash, nuk shkojmë ata, erdh me neve me tritën. Domethënë është ashtu pak është krijuar ashtu. Ka objektiva, ka ëndra me futboll, me mrrini ditë, ai mendon një ditë me lut për Kosovën për shembull, me përfasu Kosovën, me kështu botës, i ka ashtu ëndra, tash puna e futbollit është llotari. Po, e vërtet. Llotari, sot është bërë shumë biznes, shumë është agresiv, unë ja instaloj këto në kokë në mënyrë që mos më lën shkollën nanash. Se nuk i dihet, mundet me ndonë në lëndim, në gjë dhe përfundon karrierë. Kështu që edhe shkollën e ka anash,